është njeriu dora mallkure cilet e vore atë zjarr. Pitonin me vajgurit e mante pas vetes në qastin kur e diktova unë personalisht. Tjere, qënë kanë kurtesun? Qau! I pandeur, mblidheni vete. Ndodheni për para trupit gjykus. Akuzoni se keni vërë një zjarë. Mendoni mirë se gjendje ndodheni dhe sa mund t'ju kushtoj kjo. Aj. Ku i morët bidonet e vajgurit? Uj. Nuk ka asgjë, vetëm së shtirët. Mbrojtja kërkon të shikojnë dhe mjek të tjerë. Nuk pranohet, nuk pranohet. Zoti Gjiri, si është puna që ju gjendët në vendin e ngjarjes në Chicago? Pikërisht kur ra zjarri në magazin e Zotit Huk. Zjarr i cili shkrumboi 22 godina. Ishe në shetetje për të ushqimin. A keni djeni ju, Zoti Gjiri, se i pandeuri fish është një i papunë, i cili një ditë para se të binte zjarri, erdhi në kam në Chicago, ku nuk ishen kur më parë? Si? Qysh? Vetura ju e mos ka targë 22:36 sehë? Taman. A nuk u gjendë kjo vetur 4 orë para se të binte zjarri, mu për para restorantit Dogs Borus? Dhe a nuk u nxurë që andej i pandeuri fish pandjenja? Ku mund të diur këte? Unë ishe gjithë ditën e ditës në Cicero, ku kam takuar 52 njerëz cilit mund betojnë se më kanë parë me sytë e tyre. Po ju, sikur në thatë që ishit duke përshëtitje në vendin e ngjarjes në Chicago për të tretur ushqimin. Po pse më zëtni, mos ke në një kundërshtim që unë të dreken e Cicero, pastaj ta tres në Chicago. Zoti Huk, Urdhroni. keni patur në i zëngë me të pandeurin? E keni parë herë tjetër? Asnjëherë. Po zotin Gjiri, e keni parë? Po, zyrët e trusit Lule Lakës, ditën që u dojsh magazja ime. Para se të binte zjarri? Disa minuta për para. A i kaloj mes për mes salës ku ishim lellur. 4 burra që e pasojnë majnë ca bidone vajgurit. Qëtësi, edhe ju njerëzit e shtypit, qëtësi. Me truallin e kujt ku vizohet magazja ju e Zoti Huk? Me truallin e kanterit detar që i prekiste me parë shitit. Magazja ime lidh nëpërmjet një rrugine me oborrin e kanterit. Ju, Zoti Huk, keni dini që Zoti Gjiri banon në kantierin detar. Kantier i cili prekiste me parë shitit. Pra si rezultat, a i hyn e del lirisht në teritorin e kantierit, kështu? Po, aja shpërgjes magazinë në atë kanter. Anca shtyjet për arsye se i pandeuri nuk djetë mirë me shëndet. Nuk shikoni mirë, Huk? Ja, A mund të pretendoni se jeni në gjendje të dalloni ndo kënd mirë dhe qartë? ja, E njini për shembull atë njeriu atje? ja, Do me thënë nuk mund të na thoni nëse e keni parë herë tjetër. ja. Dhe tani një pyetje me shumë rëndësi, Huk, vetëm mendoni mirë përpara se të përgjigjeni. Pyetja është: a kufizohet magazja juaj me truallin e kantierit detar që i përkiste më parë shitit? Ja, Kaq kisha. Unë e
njoh të Pandeurin nga pamja e tij prej fajtori edhe sepse është 1,70 m i gjatë. Kunata ime më ka thënë se atë mbasdite që vran burrin tim tek hyrja e bashkisë dhe unë mbeta qyqe e vetme në mes të 4 rrugëve bashkë me vajzën time të vogël në moshën 4 vjeçe. Ky njeri rinte përpara bashkisë dhe mbante në sqetull një automatik të markës Webster dhe të linte përshtypje shumë të dyshimtë. U faktu se disa njerëz kishin nxjerrë disa bidona vajguri nga zyrët e trusit lulelakër sa të ditë që ra zjarri i madh. Ç'dini ju rreth kësaj? Në këtë mes fjala mund të jetë vetëm për zotin Grimbull. Zoti Grimbull mos është punë e juaj, zoti Xhivola? Si urdhëron? Çfarë profesioni keni, zoti Xhivola? Luleshitës. Në këtë zanat përdoren sasira të mëdha vajguri? Jo, neve vajgurin e përdorim vetëm kundër morrave të gjepeve. Po çfarë po bënte zoti Grimbull në zyrët e trusit lulelakrës? Po na këndonte një këngë. Domethënë ai nuk mund të ketë kënduar dhe njëkohësisht ketë shpën bidona vajgurit magazet e zotit Huk. Është krejtësisht e pamundur, as karakteri i tij nuk ja lejon të verë zjarr magazeve të botës, ai është bariton. Unë i propozoj trupit gjykus të aftojmë dëshmitarin Grimbull e të na këndoja të këngën e bukur që këndoja të ditë në zyrët e trusit lulelakrës para se të binte ai zjarri i madh. Mon pran karjes është kaso. Trupi gjykus nuk e shikon të nevojshme këtë gjë. Protestoj! Protestoj! Është për të vënë duart në kokë përpara kësaj mënyre, se si i përbuzin në bie me qafë njerëzve këtu. Po ca djelmosha të ndershëm, gjerë në palcë, që shtihen ndonjëherë në të rrallë, dhe vetëm sa për qejf, u trajtokën këtu si kur tishin fund rina me biografi të prishur, të vjen të pëtësasësh. Ha, ha, ha! Zotërinj, shtypi ka edhur disa spica si kur gjoja trupi gjykus ndodhet në presionin dikujt. Trupi gjykus konstaton se nuk ndodhet në presionin askujt dhe se zbaton detyrën e vet në lirit plot. Jam me mendimin se kjo deklarat mjafton zotërinj. Kërqesi! Me qësi Pandeuri Fish vazhdon të tregohet aq kokëngjeshur dhe të shtiret si budall absurd, ne e konsiderojmë marrjen e tij të mëtejshme në pyetje si kretësisht të pamundur. Edhe kërkojmë Shkëlqes. I Pandeuri po vjen në vetë. Shkëlqes. Kërkoj që i Pandeuri të mirë të pyetje. Nuk ka asnjë shenjë që Fishi ta ketë arsye në vend. Këto të gjitha janë manipulacione nga ana e mbrojtjes. Janë përpjekje për të bërë sensacion dhe për të influencuar publikun. Fish. A mund të përgjigjni? Po. Tregojeni trupit gjykus. A i keni vënë zjarë një magaze e porti më datë 28 të muajit kaluar? Po ose jo? Jo. Në Chicago, Fish. Uj. Kërkon uj. Manipulacion! Mostri! A i keni parë këtë njeri, Fish? Po, ku? Mos val në restorantin e Doks Borus, në rajonin e portit? Po. Protestoj! Kërkoj të analizohet për mbajtjes së kote. Kërkesa refuzohet. Rasës! Shkëlqes. Goj nëse vërtetës që s'mund të mulohet me 5 lopata dhe për sipër, duan ta mbyllin këtu me një cop letër. Në bazë të një vendimit që mundon t'ja shkëpusin shkëlqesës huaj, e cila pastaj nuk do shkëlqente më, por do të vinte erë. Këtu po qirën drejtësisë duart lart. Mos vallë qyteti ynë i cili është mplakur brenda një jave, që kur shtrëngua që të mprohet,
Nga kjo pjellë ndyrë gjatësorësh, do shojnë se si po e therin edhe vetë drejtsin. Jo vetë po e therin, por edhe po e turpërojnë, duke e detyruar që të ullë kokën para dhunës. Shkëlqes, pezullojnë këtë proces. Zagari shitun! Ti që u je pen të tjerve, fatilieri ashtë i zjarësort e barkut. Kriminal! E gjithë qyteti e njef këtë monster! Kryqet të! Qetësi! Avukati Brojs do përgjigjet për thyrjen që i bëri trupit Gjukus. Trupi Gjukus e kupton drejt indignatën e zotit Gjirë. Vazhdoni! Fish, a ju kanë dhënë gjë për të pirë në restorantën e Doks Borus? Aj. Fish, fish, Aj. fish! Thire në pasë qef, mjerisht i qpuam goma sot, dhe ne do të shojmë tani në këtë qytet, kush do t'jetë zot! Haj, haj, haj! Charles Fish dënohet për vënie zjarri me 15 vjet burgim të rëndë. Procesi i zhurmshëm për djegjen e parlamentit gjerman do të përfundojë në një fiasko për nazistët. Komunisti Gjeri Dimitrov, i akuzuar me këtë rast si zjarrvënës, do t'i bëjë qesharak vetë akuzonjësit. Gjykata shtetërore e Leipzigut dënoi me vdekje një të papunë, holandezin Van der Lubbe, që e kishin turullosur me mjete irrituese. Zjarrvënësit e vërtet mbetën të pacënuar. Që nga jo kohë, drejtësia gjermane filloi të punonte për Hitlerin. Dhe kështu, unë i ndershmi Doks Boru. La shpelcimin tim për të gjitha ato që sajuan dhe zbatuan këta katila gjak për lyrë. Dhe këtë e bëra pasi kisha kaluar 80 dimra me nder e me virtyt. O, bot, o, bot. Ata që mjohin që kuri i dëgjoj të këthon, se unë nuk dia gjë prej gjeje, që si kur të kisha ditur, nuk do t'i kisha lejuar kur në kurës. Por unë, i dia të gjitha, unë di kush i vuri zjarrin magazes hukut. Unë di kush e rëmbeu letrullosi Fishin e ngrat. Unë di sa i Romanovej të kshiti kur ati doli shpirti si mos më keq me biljetën e trenit në gjep gjaket. Unë di sa i gjirje që rojat bëllin mund me zdic për para bashkis, na që din të më tepër se që duhej për mua të ndershmin, të ndershmin Doks Boru. Unë di se po a i gjirje vrau hukun dhe e pash me kapelen e hukut më e koks. Di gjithashtu për një 5 vrasje tjera që i ka kryer Gjivola, dhe të cilat do t'i shenoj një e nga një këtu me poshtë. Pra, unë i kam ditur të gjitha. Të gjitha ato që kanë të bëjnë me personin e ujis, dhe di gjithashtu sa ishte ndjeni për të gjitha, që nga vrasja e shitit dhe bellit, deri të gëvrasjet e kryera nga Gjivola, si edhe për vëmjen e ati zjarrit madh. Të gjitha këto
unë I kam ditur. Dhe të gjitha këto I kam duruar. Unë do gëzboruja juaj I ndershëm nga lakmia për pasuri. Dhe nga frika se ju mund e humbisnit besimin tek unë. Dhe kështu, unë do gëzboruja, po I le trashëgim gjivola së urtë dhe të zelshëm me hanën time. Gjirit trim, por pak gjak nëzet, po I le vilën time të pushimit. Dhe Romës, që është shpirt të njeriu, po I le amanet djalin tim. Ju lutem të bëni gjirin gjykatës së Romën, shef policie dhe gjivolën tim të dashur të më bëni kujdestar në azilin e të varfërve. Kurse Arturo Inë ju a rekomandoj me dorë në zemër dhe dëshiroj të vini në postin tim. A I është I denjë për atë post. Besojani plakut tuaj të ndershëm do gëzboru këte që po ju thotë. Kaq mjafton. Dhe shpresoj që ai së shpejti ta drellë. Ky testament do të bëj çuditëra. Që kur e kanë marrë vesh se plakushi po vdes, shpresojnë ta kallin sa më me lezet në dheun e pastër dhe po I bëjnë me zell të madh të gjitha përgatitjet. Tani u duhet edhe një ras varri me një mbishkrim të bukur. Për shembull, që në kohrat më të lashta, fisi I korbave jeton nga nami I mirë I shumë të famshmit korb të bardhë, të cilin dikush na e pas ka parë dikur. Dhe plakushi është korbi tyre I bardhë. Në këtë rast shef desha të them sa I gjyri unë, sikur po I sillet shumë vërdall plakut, për hesapin tim kjo gjë nuk më duket e mirë. Gjiri? Ç'është me gjirin? Desha të them se porica si shumë pranë do gëzborus. Gjivola, unë s'kam shumë besim tek ai gjiri. Asun. O, I dashur gjiri, si vet ajo damllaja do nuk e le doktorin ton që t'afrohet. Doktorin ton të dashur I cili u përkujdesaj shumë për fishin? Tjetër doktor nuk pranoj. Plaku ka filluar të pak si tepër. Por ndoshta edhe të tjerët kanë filluar të llapin pak si tepër në pranitë të tij. Ç'do thot kjo? Mos ke filluar përsëri nga shpifjet I qetësirë. Lexoj këtë testament. Çfarë? Roma shef policie, mos keni lutur mend. Edhe unë nuk jam dakord. Mjerisht Romës son nuk mund I besohet hiç fare. Përshëndetje Roma. Lexoje këtë testament. Gjiri donobla nga gjykatës. Po, fletushka me originalin e plakut ku është? Atë e ka plaku dhe përmundohet ta nxjerr kontraband nga shtëpia. 5 herë kam ka bjerë me 3 ndër. Gjire. Çish? Gjire. Nuk e kam. E ke qënë biri qëni e ke. Unë ti fare mirë se shplane ke në kokti. Ajo meseleja me shitin që përmendet testament ka të bëj me mua. Edhe e meseleja me bollin ka të bëj me mua. Pa tjetër. Po ju jeni maskarin. Kurse unë jam burr. Unë e di sa para të lëndëkura ty gjiri. Edhe ty, Gjivola, edhe ty. Ty bile nuk të besoj që e ke vërtet. Njërën kam më të shkurtër se tjetrën. Ore, pse u gjej gjithmonë tu, ha? Çfarë po kurtisni? Arturo, çfarë po të frynë vesh për mua? Mos e teproni shumë dëgjuat, në masha vesh një që ju piu e zeza ju piu. Do t'ju fshi nga faqja dhe... Ej, mos fal me mua me këtë gjua, thu se ke përpara në një vrasë zanatçi. Dëgjuat, e ka fjalën për juve. Kështu flasin tani për juve këtu në kvartierin e përgjithshëm. Ju quajnë vrasës zanatçi, ndërsa këta bandill rrin kokë me zotërinë e trusit lule lakës. Këtë këmish se ta puro, ja ka prerë, ja ka qepër, roba qep si klarkut. Dhe ju I kryeni punët e tyre të ndyra. Kurse ti, Arturo, I duron këto. Çfarë duroj unë? Që Roma lejon të shtiemi kamionet të karruthërit është pjesëtari I trusit. Ernesto, vërtet keni shtënë mi kamionet e karrutherit? Sa nga njerëzit e mi vepruan në kokën e tyre vetëm në një rast. Po telmoshave të mi nuk hynë gjithë një në trup, përse u dashka të bjet në qafë dyqanëve të vogla që me zi majnë shpirtin gjallë, e jo më garazhve të mëdha. Që është e vërteta dhe unë nuk e kuptoj këtë gjë. Si të qoftë trusti është gjendosur. Filiar ku kishte thënë djesa ata po presin përsëri dhe herë një rast të tillë, po kishte shkuar deri te doktoruja për t'u ankuar shef.
Ernesto, kjo nuk duhet përsëritet më. Duhet nërhy, shef, për nërse djenë katerom të typin në qafë. Ndosur trup, duhet nërhy, shef. Duart lartë! Duart lartë! Edhe ju atje! Pa miqoni ato pudra dhe leni lave. Haj. Reshtoni të gjithë muri. Haj. Kërët! Duart lartë! Haj. Ashtu. Shpo bëhet kështu. Shpo ndodh. Nëse grindeni. Një plumë kundër një kamioni zërzavatesh. Këta janë gjëra që rregullohen. Punët e tjera po na ecin për mrekulli. Ai zjarri u kurorëzua me sukses të plot. Dyqanet po na paguajnë 30% për një çikës mbrojtje. Nuk kaloi as një javë dhe një rajon i tërë i qytetit u gjunjëzua përpara nesh. Asnjë dorë nuk ngrihet më kundër nesh. Dhe unë kam ca plane të reja e më të mëdha në kokë. A mund të dim se që plane janë ato, shef? Ndjoh vesh, edhe ti qivula me gjithë planet tua, po ti thuj ma mirë tu një pësatur që kemi në avama. Është me sigur të lëmduar në varë, Arturo. Sa qef do të jetë, sikur të vi Clarku tani këtu dhe të na gjej në këtë pozicion. Ernesto, hiqja atë pisqoll. Jo, nuk e hiq. Zgjohu nga gjumi, Arturo. Si nuk e kupton se si po tallen me ty, se si po të shesin të këta Clarkët e doksmërut. Sa qef do t'jetë, sikur të vi Clarku këtu e të na gjej në këtë pozicion. Ore, kush i hëngri parat e kantjerit? Kush i hëngri parat e kantjerit? Ne si kemi para as me sy, mirë pa djemë tanë thynë vitrina, terdhin bidona vajguri, milule lakën dhe vetëm shërëtin. Arture s'ma na njeme ne që kemi bërë shdo gje për të. A i tani na hiqet si armator kantjereshe, si zotri i madh. Shkundu, Arturo! Shkundu, shef dhe nëzire që kenë bark. Na thujman me keje! Qfar? Ose të thotë këse tonit ma vini pisiollon në gjoks edhe mua? Ja! Shtu s'keni gjithë kun? Shtu zotarini gjithë kun? Kush më kanoset mua, a i ti ejt pasojet vetë. Unë jam njëri i but, po kërcënime nuk doroj. Kush nuk më ndjek e nuk më beson së mbyll azi, le t'ik e shoj rrugën e vetë. Le të kun s'gallo kërë dhe sape, të kun kape dhe mjë, të kryesh, të tyrëm, të ta kryesh dhe në kun. Dhe punën e fitimeve, e di unë, dhe e caktoj unë, sepse seftet vjen shërbimi, dhe pastaj fitimi. Aje që kërkojnë për ju është keni besim, besim dhe vetëm besim. Juve jo më ngon besimi, dhe kur ka marrë fund besimi, ka marrë fund çdo gjë. Si arrita ti bëjt gjithë ato? Që doni ju? Arrita, sepse kisha besim të patundur ndaj çështjes time, dhe me besim e me asgjë tjetër ju përvesha këtij qytetit e qyshova. Me besim shkova tek doksmëruja, me besim hyra në bashki. S'kisha asgjë tjetër në dorë përveç besimit tim të patundur. Edhe koburës. Ja! Koburën e kanë edhe të tjerët, por ata nuk e kanë besimin e patundur, që janë paracaktuar nga fati për të bërë udhëheqësa. Gjivola, besim. Gjiri, besim. Besim, Ernesto, besim. Keni besim të kun. Edhe unë, jo atë dua të mirë, dhe duke ditur këtë të mirë, unë dita të gjej rrugën e cila do të na çojë në fitore. Në qoftë se doksporuja do ta drejë së shpejti, do të jem unë ai që do të vendos se kush nga ju do të bëhet apo s'do të bëhet i madh. Por një gjë mund t'ju them që tani do të mbeteni të kënaqur. Arturo! Avulloni! Kjo kapela jyte më pëlqen shumë. Shtreti im Roma. Shporuni! I gjiri pajlashën mos harot zgërdhiesh. Kurse ti që vëllë hajduti, mere me vete dhe atë këmbën tënde të shkurtur, se dhe të me siguri të ta kesh të vjedhur, mëre. Ernesto, më lërë vetëm. Arturo,
Sikur mos kishe në ty atë besim për të cilën na fole që parë, atëherë s'do dija si të dilja përpara djelmoshave të mi. Ne duhet veprojmë pavonese e gjiri palaço e po kur dis planet të poshtra. Ernesto, unë tani kam në mendje gjëra të reja dhe madhështore. Harroje gjirin. Ty, Ernesto, që të kam shokun më të vjetër dhe njeriun më besnik, dua të rrëfej planin tim të ri. Kushtet për të janë pjekur. Po dëgjoj, Arturo, ç'kisha për të thënë lidhur me gjirin ta them dhe më vonë. Me Chicagon ne mbaruam punë. Unë dua më shumë. Më shumë. Më shumë. Tregti Zarzavatesh nuk ka vetëm në këtë qytet. Puna është në që mënyrë të fusim qizmen tonë gjetk. Nga dera kryesore, edhe nga dera e pasme, edhe nga dritarit. Të na mallkojnë e të na lavdrojnë. Tu kanosemi e tu përgjërohemi. Të përdorim forcë të butë dhe përqafim të qelikt. Me një fjalë të veprojmë një lloj siç vepruam këtu. Po duhet patur parasysh se gjetë kë punët janë ndryshe, Arturo. Unë kam menduar të bëj njëherë një si provë generale në ndonjë qytet të vogël. Pastaj vetë puna do ta tregojnë nëse gjetë janë punët ndryshe apo jo. Po mua nuk më ha mendje të jenë ndryshe. Po, ku ke ndërmend bësh provën generale? Në Cicero. Po aty është ai drejt Delfiti që nxjerr gazetën për tregtinë e Zarzavateve dhe shtot shtum përmend në një artikull duke msharë dhe akuzuar për vrasjen e shitit. Vërtet sharrat dhe sulmet e Delfitit duhet të marrin fund, Arturo. Do të marrin fund patjetër, Ernesto. Trusti i ka filluar tratativat me Ciceron. Sefte ne do t'i shesim Ciceros lulelakër në mënyrë krejt paqësore. Kush i zhvillon tratativat? Clarku. Clarku? Por ati i kanë dalë ca vështirësira për shkakun tonë. Edhe Clarku në që ka në kaptosur në këtë mesele. Tek ai Clarku unë nuk kam pikën e besimit. Në Cicero thonë se ne jemi qepur pas trustit të lulelakrës si hije. Në Cicero e duan lulelakrën, por nuk na duan edhe ne bashkë me të. Dyqanet i ka zënë tmerri prej nesh, dhe jo vetëm dyqanet. E shoqja e Delfitit, Beti Delfit, drejton në Cicero që prej shumë vitesh një firmë importi për tregtinë e Zarzavateve. Po të mos ishim ne, ajo tani do t'ishte futur me siguri në trust. Aha. Atëre plani për të penetruar në Cicero nuk që ka plani yt. Në që ka plani trustit. Tani po i kuptoj të gjitha. Të gjitha, kjo lodër që po luhet është më se e qartë. Ku po luhet, Ernesto? Në trust. Në vilën e Doxborus. Testamenti i Doxborus është hartuar me porosit të trustit. Ata duan që Ciceroja të lidhet me ta. Mirë po ti u je bërë pengesë. Atëre, si t'ja bëjnë hallit me ty të përcjellin dhe teqin qafe, ti e ke në dorë. Ata ta patë nevojën për maskarallëqet e tyre dhe si kundër shpërblim, ti dëruan të gjitha ato që bëre. Mirë po tani si t'ja bëjnë hallit me ty. E po ja, Doxboruja pohon. Plakushi së shpejti do futet në grop dhe rreth gropës pastaj do grumullohen ata zotrinjt e trustit lulelakrës, do ta nxjerrin me mallngjimat fletush që quhet testamente, do ta lexojnë me lote nga shërim përpara njerëzve të shtypit se si plaku i ur Doxboru është penduar dhe u halesja manet të ngushme, ta shtukin tani atë koler, siç e pohon vetë në testament që e ka përkrahur vetë, ta shtukin dhe të rikthehen përsëri në tregtinë e dikurshme dhe të ndershme të lulelakrës. Ja ky është plani i tyre, Arturo. Edhe në këtë plan kanë gisht këtë gjithë. Gjiri, që uzon Doxborun se si të përpilloj testamenti dhe që ka miksit ngush me Clarkun, Clarku të cilit punaj dil kanë sa vështirësinë Cicero për shkakun tonë, sepse atija do qevit mos ketë shok kur di puna për të marrë para me lopat, Gjivula që ka filluar të kendi herën kërmës, por Doxboruja, plakushi ndershëm Doxboru, që po e nënshkruan tradhtin me dorën e vet, ai duhet shtukur i pari ndryshe e mori lumi planin tënd të Ciceros. Ernesto, ti thua që po kurdiset një komplot. Që është e vërteta, ata s'donin të më linin që ti afrohesh atë Ciceros. Arturo. Më patërën në sy ai qëndrimi tyre. Arturo, po të përgjarohem. Më lërë mua në dorë të rregulloj këtë punë. Që është sonte, me djelmoshat e mi, po nisem për në vilën e Doxborus.
Po e nxjerr plakushin në dyshekuj, po I them se po e çoj në klinikë dhe po e dërzoj shpejt mauzole. Por në vil do të gjesh edhe xhirin. Do ta gjej në këmbë e do ta lësh të rirë. Ky do t'jetë dhe një qërim e sapesh. Po Gjivolës do t'i bëj një vizit kur të kthehem në dyqanin e luleve. Do porosi sa kurora të më dha për plakushin toks bëru dhe për shakaxhiun ton xhiri. Mallin do t'ja jap me parë në dorë. Ernesto, ai plani poshtër të djallëzori atyre doksboruve, klarkve, dolfitve, për të mi dhënë mua duart nga punët fitimprurse në Cicero, duke më ngjitur me gjak ftohtësinë më të madhe damkën e kriminalit, ai plan duhet shkatërrohet në çdo mënyrë dhe pa pikë mëshire. Unë kam besim tek ti. Mund të kesh besim të plot, Arturo. Vetëm të lutem, vi që t'u hapësh pak zemrën djalmosheve të mia dhe t'u shpjegosh sheshin se mos e marrin jangllësh. Ti e di se unë nuk ja shkrep dot për fjalime. Hë? Dakord. Unë dhe ti, një lloj si në kohërat e shkura. Nuk ju pa të thënë se Arturo jesh me neve? Do të vi. Në orën 11. Ku? Në garazh. Tani jam tjetër njeri. Do të kemi përsëri punëra që kërkojnë guxim dhe trimëri. Pas me edhima. Tani duhet përgatis fjalimin që do të mbajt djemve të Romës. Të dashur miq, me keqardhje ka marrë vesh që pas kurrizit tim po kurdiset një tradhti e ndyrë. Njerëz që I kisha shumë të afërt dhe tek të cilët kisha besim të plot, u bashkuan para ca kohësh kokë më kokë dhe të tërbuar nga ambicia e tyre e verbër dhe egoist dhe të pabes nga vetë natyra e tyre, vendosën që në aleancë me padronët e lulelakës. Jo. Aleancë me kë? Në aleancë me policin t'ju përcjellin e t'ju heqin qafet. Bile më ka rënë në vesh se mua duan më qërojnë fare nga kjo botë. Pra kupa e durimit tim tani është e mbushur gjë në buzë. Prandaj urdhëroj që në udhëheqjen e Ernesto Romës, I cili gëzon besimin tim të pakufizuar, sonte natën. Jemi ne, shef. Vi, takoni pak me zonjën Delfit nga Ciceroja. Është dëshirë e trustit dëgjoni me vëmendje kërkesat e kësaj zonje edhe të vini në ujdimet e. Gjatë tratativave për shkrirjen e tregtisë sonë një tërë, tratativa cilat po vazhdojnë akoma midis trustit Chicagos dhe Ciceros, si që dini kjo e fundit ishte kundër që juve t'jeni aksionar, por më në fund trusti arriti ta hedhë poshtë e kundërshtim të Ciceros, dhe zonja Delfit ka ardhur këtu që të... Që ta skeroj këtë keqkuptim dhe në emrin e bashkëshortit tim, zotit Delfit, dëshiroj të theksoj se fushata e tij në faqet e shtypit nuk ishte drejtuar kundër jush, zoti Uji. Po kundër kujt në pas kështë qenë drejtuar atëhere? E po miru ta themi troq atëhere. E ashtu që ujtëra vetë vrasje Shitit I ka zemruar pa mas njerëzit në Cicero. Shiti, si do që të ketë qenë, ka qenë një armator, njëri seres lartë, dhe jo në një tikush, në një hiq, që shkon hiq, e pastaj s'kesh t'i thuash hiq. Kemi dhe çështje tjetër. Garazhi I Karonthrit ankohet se është dëmtuar një kamion. Në të dyja këto raste është ngatruar njëri nga njerëzit tuaj. Çdo fëmijë në Cicero e di se lulelakra e trustit tuaj ka njolla gjaku. Kjo është patupsi. Nuk e kisha me ju, zoti Uji? Jo, nuk e kemi me ju. Që kur zoti Clark ka hyrë garant, ne nuk e kemi me ju. Allin e kemi vetëm tek ai. Ernesto Roma. Ruani gjak të oftësimi. Ciceroja. Të tilla lapes duhet të dëgjoj më. Se shpandajni mua. Veni pikë kësaj pune. Ernesto Roma është njeriu im. Unë nuk pranoj receta dhe këshilla se çburra duhet të mbaj rreth vetes. Kjo është një pyetje të cilën unë nuk e doroj. Shef, njac Delfit tim shoq,
Do të luftoj derisa t'i dalë fryma kundër njerëzve të kallopit të Romës. Dhe trusti e përkra plotësisht në këtë çështje. Uj, tregohuni i arsyeshëm. Miqësia dhe tregtia janë dy gjëra krejt ndryshme. Zoti Clark, unë e thash atë që pata për të thënë. Zoja Delfit, më vjen shumë keq që kjo punë përfundoi kështu. Uj, nuk vepruat as pak me mend. Kjo është mëse e qartë. Me që u sulmuan kamionet e karuthrit, me siguri do të kemi luftë. Unë nuk i trem me më luftës. Shumë mirë, mos ju trem, po tani do të kesh bashkë me shtypin me Dogsburun me marrë qytetin. Shef, dëgjoj zërin arsys dhe më... Nuk kam nevojë për këshilla. E di vetë detyrën time. Po shkon ora 1 dhe akoma nuk po duket. Duhet i ketë dalë në i punë. Mos e kishte mdysh. Mund. Arturo i do aq shumë njerëz dhe vetë sa që më shumë sakrifikon vetë veten se sa ata. Ras ata mi dhe gjirizëve, ta gjiri dhe gjivërën, si bën zemra ti e qave. Pastaj rrie shtrydh trute, lufton me vetë vete, mund dhe ora 1, 2, ndoshta edhe 3, po për të ardhur, do të vi se s'bën. Kur ta shoh atë gjirin të shtrirë për tokë, do të njej pat kënaqësi të madhe që ndjej kur derdh ujë të hollë. Shpresoj ta shoh së shpejti të shtrirë përpara meje. Këto net shiut i cimbisin nervat. Prandaj këto net i kam shumë qef. Netët i dua të jenë sa më të errta. Automobilat sa më të shpejt dhe shokët sa më të vendosur. Sa vjet ke që e nje ujin? 18 vjet. Pas ke goxha, shef? Shef, djenë gonë të lagin pa gërmazin. Ajo, sonte më duen esëll. Kini kujdes. Diçka po përgatitet për jashtë. 2 makina plot e përplot me policë kanë ndaluar para rajonit. Mbyllni qepelet. Vërtet që kjo s'ka të bëjë me ne, po është më mirë t'i hapim sytë se sa t'i mbyllim pastaj për gjithmonë. E kemi të lirë daljen e pasme. Si urdhron, shef? Kjo puna e cigares është çodi. Kush pi duhan duket gjakftot. Shtrije dorën. Po më dridhet. Shenjë keqe. Mua s'më duket shenjë keqe. Edhe gjilpëra e qelnik të busullës dridhet për para se të zërvën mirë. Dora jote do të di ku ndodhet poli. Ja, kjo është e gjitha mërtjak. Një makinë policie sa po kaloj rrugën Qërç. Daloj Gjikundi? Jo, po vazhdo në rrugën. Edhe 2 makina tjera me projektor të shuar sa po kaluan qoshen. E gjitha kjo drejtohet kundër Arturës. A i gjiri dhe gjivole po e bëjnë varin dhe i po bje qorazin në grask. Duhet i dalin për para. Kjo do t'jetë vetë vrasje nga ana jonë, shef. Në qovë se do t'jetë vetë vrasje, atëre do thot se ka ardhur koha për vetë vrasje. I thonë 18 vjet mikësi. More vesh! Arturoja. Por me të qenë ka dhe gjivola. Arturo! Po ne u bëm qunë në tjesë nga meraku për ty, po që nga qëto gjë në regull. Po djalli madhe. Pse mos jetë në regull? Po ne se çpam diçka dhe na shkoj mendje për të keq. Mund t'ja shtrëngosh dorën, shef. Ai sapo naftoi të sulemi për shpëtuar dhe të mos marrin parasysh asgjë. As ishte kështu djema? Çojni këta shpinat e në qoshe! Regatina akoma. Baroni punë me të. I komploti turpshëm kundër meje u zbulua. Edhe planet tuaja kundër Dogsburus janë zbuluar. Ju apunova në minutën e fundit. Rezistenca s'ka kuptim. Jo mësojnë të ngrini krye kundër meje. Shfole e bukur që nga kjo. Dhe asnjëri prej këtyre s'ishte pa armë, shef. Mua do të më gjesh në vilën e Dogsburus. Qenë pësila! Traktor!
Zjarë! Gjivora, mërë maskara. Çfarë ndodhi këtu? Asgjë. Vetëm se u dënuan disa tradhtar. Qenë. Ç'ke bërë me njerëzit e mi? Ha? I vrave? E di unë. Ç'i bëre Arturos? Ha? Ku është Arturo? Ku është ai? Ku është Arturoja? Sa po doli? Të poshtë. Maskaraj. Të shkurtër e ke këmbën, më the, zotrote. Po me shkurtër ishte mendja jote. Pas marrjes së pushtetit në gjirin e nazistëve, ndizet një luftë e ashpër për poste. Shoku i Hitlerit, shefi i shtabit reparteve të sulmit, Ernest Römi, kërkon që repartet e tij të kenë supremaci ushtarake. Kurse Gringu përkrah Hindenburgun dhe generalet që të ruajnë supremacinë e ushtrisë së rregull gjermane. Ata kërkonin eliminimin e Ernest Römit. Hitleri, që tashmë ndronte të merrte fuqi në dorë kur të vdiste Hindenburgu për të zbatuar planet e tij pushtuese, hidhet kundër Ernest Römit. Natën e 30 qershorit 1934, ai e sulmoi tradhtisht shokun e vet në një bujtin, ku ky i fundit po e priste për të spastruar së bashku me të Hindenburgun dhe Geringun. Në këtë masakër, ku u vranë më shumë se 1000 vet, Hitleri spastroi dhe të gjithë kundërshtarët e tij. Ka marrë me shumë që i grua. E pse? A i Roma u mjanua? Me vrasje. Si do qoftë. A i sështë më, Klarku thot se për ujin shkuan e vanë vitet e stuishme të rnis qapkëne. U i ka dhënë prova, që do të lerë minjan aton në ti të vrashtë. Në qovë se ti do të vazhdosh sulmet, do të zgjosh atyre instiktet e liga dhe ti veti njacë, do rezikosh e i pari. Në qovë se do të eshtësh, ata s'do të bien më në qafë. Nuk jam edhe aq i sigurt nëse do të mbëj dobi apo nuk do të mbëj dobi heshtja i me grua. Do të bëj dobi, se ata nuk janë kafshë. Nërimet e mija, pas këndi ardhur shumë mirë. Shefi ashtë nëna, do gëzohet pa mas kur t'ju shoh. Mirërisht, mu më duhet shkoj shpejt bile, sepse që ta dini ju, i kam vjallë gjivules një kapela! Keq kur turfullojnë, akoma më keq kur qeshin këta. Mos foli njacë, të paktën këtu mos foli. As këtu dhe as gjithë këtuaj. Që këndër më të bësh? Në Ciceroj qarkullojnë zëra se u i do të marrë postin e të ndjeri do këzboru, dhe qështë me keqja? Trektarët e zarzavateve të panojnë nga trusti lule lakrës. Dhe 2 makina të shtypskoj njësime mi shkatëruan grua. Se që kam një parandjenjë të ligë. Përshëndetje, uj! Mirë se ardhët, Delfit. Qështë e vërteta, zoti uji, unë hezitoja të vija këtu, sepse... Pse kështu? Një burr trim është kudoj mirë pritur. Po ashtu edhe një grua e bukur. Zoti uji, unë ndjeja nga njëherë si detyrë të ngrihesha kundër jushë dhe... Këto janë vetëm keq kuptime. Po të ishim njohur ne që në fillim fare nuk do të kishte arritur puna deri atje. Dëshira ime ka qenë gjithmonë që ajo që duhet arritur të arrihet me të mirë. Po, dhe unë në zoti uji... Nuk ju urren askush më shumë se unë. Dhuna nuk do t'ishte fare e nevojshme, si kur njeriu të kishte aq mend sa duhet. Qëllimi im është krejtësisht i njëjtë me timin. Që të dynë e dëshirojmë që të lulëzoj tregtia,
duke nxhiu I vogël fatit cilit nuk është daq I bardh në këto kohra, le të mund t'i shes në qetësi dhe rehati zarzavatet e veta dhe të gjejë mbrojtje në sulmofshin. Dhe të mund të vendos lirisht në e dëshiron, apo nuk e dëshiron këtë mbrojtje. Zoti Ui, ky është parimi im. Edhe imi. Ai duhet të zgjedh lirisht. Këtë gjë unë kam theksuar vazhdimisht. Gëzojmë që po dëgjoj këtë nga goja juaj. Ju mund të fyeni, por unë jam I detyruar t'ju them. Ciceroja nuk do ta pranonte kurse si dhunën. Kjo është e kuptueshme. Dhuna durohet vetëm nga zori. Unë po ju them me sinqeritet. Nëse shkrirja me trusën e lulelakrës do të kishte përpasojë që me këtë akt të pllakosen Cicero epidemia e gjaku dhe të merrit por të turnon sot Chicagon, unë zoti Ui nuk do të pajtohesha kurrë me këtë gjendje. Zoti Delfit, sinqeritetit po I përgjigjem me sinqeritet. Vërtet që në të kaluarën mund të kenë ndodhur shumë gjëra që nuk përputhen plotësisht me normat e rreptat morale. Nuk e që bën. Në përpjekje e luftë të tilla gjëra nuk mund të evitohen, por midis miq ato nuk ndodhin kurse si. Delfit, ajo që kërkoj për jush është që këtë tutje të keni besim dhe vetëm besim, dhe të më konsideroni si mik që nuk e le kurrë në baltë mikun e vet. Për të shprehur më konkretisht, kërkoj gjithashtu që këtë tutje të mos I botoni më në gazetën tuaj ato pralla rrënqethëse që s'bën gjë tjetër veç se trazojnë gjakra. Mendoj se nuk po I kërkoj shumë. Zoti Ui, nuk është as pak e vështirë që të heshtësh për ato gjëra që nuk ndodhin. Kështu shpresoj edhe unë. Dhe nëse në të ardhmen do të ndodhë në incident I vogël, sepse njerëzit janë njerëz dhe jo engjëj, nuk besoj se do të filloni të përtisni përsëri, se ata janë kriminalë, se shtihen se andej këtej. Por unë nuk dua të pretendoj kurse si, se nuk do të bëj vakisje ndonjërit prej shoferëve tanë t'i shpëtoj në një fjalë vrasht. Kjo është njerëzore. Dhe nëse ky ose ai tregtar zarzavatesh I qeras këtë ose atë për njerëzve tanë me një gotë birr për në një shërbim të kryer mirë, nuk është nevojë të thuhet më njëherë se ne po bëjmë prapësira. Zoti Ui, im shoq është humanitar? Edhe njihet nga të gjithë si I tillë. E tani që u biseduan dhe u sqaruan të gjitha në mënyrë paqësore, ashtu siç u ka hije miqve të vërtet, dëshiroj t'ju rrëfej lulet e mia. Perdoni? Këto I dashur Delfit janë vjollca japonie. Lezo kanë buzëgjollesh të voc klanën e hije. Dhe gjolet me peshq të art janë plote për plot. Po thonë se njerëzit e liq si shofin lule dot. Një burr I fort është më I fort kur s'përdor dhunë. Por burri po se shprazi nuk e quan punën punë. Një argument I fort rregullon punë goxha. Por jo atij që detyrohet të jap diçka. Me armë, me forcë, me të qirur e të gënjur. Politika realiste gjithnjë më ka pëlqyer. Lulet nuk njohin dëshirat të liga edhe të ndime. Prandaj ato janë me madhja dashurie ime. Lulet jetojnë si sot dhe nesër gjithmonë të qeta. Nuk njohin as telashe, as zënka dhe as gazeta. Flitet, zoti Ui, se ju jetoni si një spartan. Shqetësohem zonjë kur shoh duhan e pije dhe zgjej derman. Se si po më duki. Tamam si një shintor kur ju shoh. Unë jam njeri I thjesht, zonjë, dhe qejfet nuk I njoh. Sa bukur është të jetosh mes lulesh për nga hera. Bukur do t'ishte, por kjo botë ka dhe gjëra të tjera. Mi besimet, zoti Ui. Çfarë mendime shkini? Jam I krishterë dhe besoj se e kënaqur jeni. Pa ato të 10 porosit e të madhit Zot? Nuk vlen për këtë jetë të ndyrë që bëjmë sot. Të më falni për këto pyetje efemerore. As më thoni, që mendime keni mbi çështjet shoqërore? Jam shumë social dhe këtë mund t'ju vërtetoj se her pas here edhe të pasurit I dëmtoj. Edhe lulet duhet të kenë plot ngjarje dhe kujtime. Po si s'kan ato shohin gjitha ato varrime. Apo harrova, ju nxirrni bukën me këtë tregti. Ashtu është, vdekjen e kam më të mirin me shtëri. Nuk besoj që të delni vazhdimisht për ta kërkuar. Jo, tek ata që I kam paralajmëruar. Lavdini njeriu kur nuk e fiton me dhunë. Forse ajo gjithmonë ti I rregullon punë. Më morëm vesh. Qenë ke zbeur, e duke si kufom, I dashur mik juve s'ju bë ka mirë kjo aromë. Jam shumë e lumtur që im shoq tani po u kupton. Ashtu është zonjë kur gjithë punët njeriu I sqaron. Miqësit që farkëtohen në rëbesh, në stui. I dua gratë
që janë të mprehta kështu si ti. Beti! E ja të shkojmë? Zoti Dolfit, vendimi që morët ju nderon, ai do të shërbej për të mirën e Ciceros. Kur burra si ne gjen njëri tjetrin, nga kjo del gjithmonë diçka e mirë. Bukurinë! Bukurisë! Sa të mrekullueshme që jam i njatë. Oh, sa u kënaqja. Miru pafshim së shpejti, zoti oj. Greenwood, ule. Stop. Edhe kjo punë mori fund tani. S'di si të them, s'më pëlqen ai njeri. Këtu pra do të prehet i njatë Delfiti, dhe kështu shua një jetë e varfër në fitime, por e pasur në mundime. Tek porta e parajsës ëngjëlli rojtës do të verë dorën e vetë mbi setrën e njatë Delfitit në një vend të ngrënë atje mbi sub dhe do të thotë: Ky njeri ka mbajtur barën e shumë njerëzve. Në këshillin e qytetit do të ketë gjithnjë një heshtje të vogël gjatë mbledhjeve të ardhshme. Pasi të kenë folur të gjithë, do të presin fjalën e njatë Delfitit, sepse aq shumë janë mësuar bashkëqytetarët e tij t'ia dëgjojnë zërin. Duket sikur bashkë me ne ka vdekur edhe ndërgjegja e qytetit, sepse nga gjiri ynë u nda një njeri në një kohë kur nuk duhej të ndaj nga ne. Një njeri që dinte të eshte së mbyllu në rrugën e drejtë. Një njeri që drejtësinë e dinte përmendësh. Ky burr trup vogël por mendje ndritur e përdori gazetën e vetë si tribun, nga e cila i dëgjoi zëri buqimtar edhe për te kufimve të qytetit tonë. I njatë Delfit u preftë shpirtin paqame. Qenë ka njeri me takë, nuk e përmend një fare shkakun e vdekjes. Me takë the, ti thuaj më mirë se është baba me 7 kalamaj.
djallit Amar. Mos po në rini roje këtu që e vërtetat, mos mund e thot fjallin e vetë, as para qivurit. Se ka që ashtë për sot I dashur Clark. Vendi ku ndodhemi duhej t'ju azbus të zemrën. Mos harroni se edhe shefi nuk e kemi në formë, sot pamja e varrezave nuk I bën mirë shëndetit të tij. Kasap, Delfiti e mbajti fjalën e dhënë dhe heshti për gjithçka. Heshtja nuk na mjafton. Neve na duhen njerëz që janë gati vetëm të heshtin për ne, por edhe të flasin për ne. Të flasin me zë të lartë, bile. E çfarë mund të thoshte tjetër ai gjorë përveç shiheni kasap? Ai duhet të qërohej, sepse pikërisht ai Delfiti I voskël ishte pori nga I cili tregtisë zharzavateve I shpërthenin erë pas here djersh të ftohta të sikletit. Nuk duroi dot gjithë ajo erë djershe. Po luli lakën tu I doni ta qonin cisër apo jo? Po jo me kasap hanama. Po me se atëherë? Kush I hallokmat e vici që therim ne? Kush? Më e qenë këtë lezeshëm ju? Thrisni dhe kërkoni mish dhe pastaj ma shani kuzhinjerin sepse dëll me thik ndorë. Shiko, për ju shpëreshim falënderime dhe jo sharje. Dhe tani shpomeni që këtej! O, Clark, ç'ke jo ti të zezë si në solli këta njerëz këtu? Kuj po ja thua këte? Mua? Shef, mos e presh shefin e vorrimit nga lafet e këtyne fëndrinave. Hesht, se po vjen beti. Ngushullimet e mia, zonja Delfit. Hej ju, Madoni! Ju paraqita ngushullimet e mia, zonja Delfit. Delfiti I ndrit shpirti aty ku ka rënë nuk është më, por lulelakra juaj është akoma. Ka mundësi që ju nuk e shihni, se vështrimin e keni turbulluar ende lotesh. Po, sidoqoftë, kjo ngjarje tragjike nuk duhet ju bëjt harroni se plumbat të shprazura nga duart të poshtra nga busia po godasin kamiona paqësor zërzavatesh, dhe se vajguri I derdhur po I dëmton zërzavatet që nevojiten miletit. Këtu jam unë dhe këtu janë edhe njerëzit e mi që po ju premtojnë mbrojtje. Cila është përgjigja juaj? O, Perëndi, që po më dëgjojnë veshët dhe më shoq akoma s'është bëri. Më vjen shumë keq për fatkeqësinë që ju gjeti, zonjë. E gjithë bota e di që ai njeri që u vra nga një dorë gjakatare ishte miku im. Po, ashtu është. Dora që e vrau ishte pa jo dorë që shtrëngoja të ti. Ishte dora juaj. Oh, për sëri këto thashe theme, këto ndërsime dhe gënjeshtra që elmojnë ndej në rënjë parimin tim të drejt për jetuar në paqe me fqinjin. Oh, për sëri këta njerës që s'duan se s'duan të mbesojnë. Kjo dëshire ligë për t'i quetur kërcëni me qëllimet e mia të mira, për të mos e pranuar dorën që unë zgjas aq bujarisht. Dorën që ju zgjasni për të vrarë? Ja, mua më përshtyjnë atë ku mundohem aq fanatizëm të bëj mirë. E mira juaj është si e mira gjarë për që I sillet vërdall zogut. Ja që sillen me mua. Edhe ai Delfiti e quan të propozimin tim të sinqert vetëm llogari dhe zemërgjërsin time vetëm dobësi. Gjuna, gjuna, gjuna. Mbolla gjithë ato fjalë të ngrota dhe korra vetëm një heshtje të akullt. Heshtja ishte përgjigje që më dha kur unë shpresoja të zbuloj qoftë edhe një grim ngrohtësie njerëzore pas gjithë atyre lutjeve të përvuajtura për një çikës miqësi dhe mirëkuptim. Pas kam shpresuar mëkat, mëkat, mëkat. Vetëm për buzje gjeta kudo. Edhe atë premtim për të heshtur që ma dhanë me një ok të rinj e pa që e fare po e prishin tani me rastin më të parë. Ku mbeti ai premtimi I heshtjes? Nga do po turmetojmë për sëri ato prallëzë me mbretësin e damkosi sikur jemi njerëz të hurit dhe të litarit. Por unë po ju paralemrojzoj, mos e teproni duke spekuluar në durimin tim dhe në bujarin time. S'po gjej fjalë që t'ju përgjigje. Gjithmonë nuk gjenden fjalë kur nuk flet zemra, zonjë. Pse? Ju, e quani zemër atë që u bën aq fjalamat? Unë flas ashtu siç ndjej. A ka mundësi ti ndjeni ato që thoni? Ah, po, e besoj. Kur bëni një vrasje, ju e ndjeni me gjithë zemër. Krimin e kryeni nga thellësitë e shpirtit, ashtu siç kryen të tjerë dojnë pamirësi.
Ju I besoni tradhtisë, ashtu siç I besojmë ne besnikërisë. Pashtrimin e bëni me ndershmërinë më të madhe. Vepra shtazërake unë dhe zjarre flak. Mrekulloheni kur shifni gjak. Çdo veprim I ndyrë, u mallnjen aq shumë sa I filloni të derdhni lot gëzimi. E çdo veprim I mirë, unë gjallu rrethje të tërbuar dhe ndjenja mizore për akmarrje. Zonja Delfit, e kam përparim që kundërshtarin ta dëgjoj qetë, edhe nëse I më fyen rënd. Unë e di që në rrethet tuaja nuk flasin mirë për mua. Origjinën time, unë jam një bir I thjesht I lagjes Bronx. E përdorin për të më luftuar. Ky njeri kështu thonë, nuk di se ku përdoret piruni. E si do të ditë ka pastaj të mirret me tregtinë e madhe? Kush e di kur të vi puna për caktim tarifash, ose për çështje të tjera financiare që duhen zgjidhur, ky njeri mund na rrok gabimisht thikën në vend pirunit. Jo, kjo është punë që s'bëhet, ky njeri s'ka na duhet. Nga toni imi vrazhd, nga mënyra ime burrore për t'i quajtur gjërat me emrin e tyre të vërtet, marrin shkas për të më sulmuar, kështu që jam I detyruar të luftoj kundër paragjykimeve dhe s'kam se ku të mbështetem gjetë, përveç se mi fitimet e mia të pakta që I nxjerr me djersën e ballit. Zonja Delfit, ju mireni me tregtinë e zarzavateve, edhe unë gjithashtu. Dhe kjo është ura midis meje dhe jush. Ura? Është gremina që qëndron midis nesh dhe që kërkon një urë. Është një vrasje të mërshme. Përvoja e hidhur po më detyron të mos I flas më siç I flet njeriut, por si një person me influencë, një tregtare që importon lulelakër. E prandaj po ju pyes zonjë, si do të vej çështja e lulelakrës? Se jeta vazhdon edhe kur në ndodh në një fatkeqësi? Po, jeta vazhdon. Edhe unë këtë jetë do ta shfrytëzoj për t'ia treguar botës se çmurtaj po I kanoset. Dhe ja tek po betohem. Betohem për shpirtin e tim shoqit të vdekur, se do ta urrej zërin tim në të ardhmen, në thonta e mirëmëngjes, ose nëmni bukta dhe jo të shfarosën ujë. Zgjatni shumë hapën e dashur sem. Se këtu jemi në mesbarësh. Por ne nuk po bisedojmë për çështje ndjenjash delikate, por për punë tregtie, dhe punët e tregtisë nuk kanë punë me të vdekurit, por me të gjallën, zot. Dalfi. Tani I e kuptoj se ti si je më. Ashtu është, zonjë. Kini parasysh që Delfiti nuk është më. Dhe kështu në Ciceron mungon ai zë që do të ngrihej kundër paudhësisë, kundër terrorit, kundër dhunit. Kjo humbje është vërtet shumë e madhe për ju. Ju që ndroni e pambrojtur në një botë të ftohtë, ku mjerisht I dopti gjithnjë ka punë të pisk. I vetëm I dhe I fundmi mbrojtës ju mbetet zonjë jam unë, Arturo Ui, unë zonjë. Dhe këtë, po ja thoni të ves, sa ti buri që ju e keni vërar? Oh, për bindesh. E dinja se do të vinit këtu, se ju gjithmonë keni shkuar në ato vënde ku keni kryer krime, vetëm që ta akuzoni tjerë se kam bërun. Po e tjetëri, unë nuk di asgjë, unë jam I dëmtuari në këtë mes, këlte dëmtusi vetë, dhe u krye një vrasje, të akmarami, këlthasin vrasësit vetë. Planin tim s'ka zot jetun, brojtje për Ciceron. Ai plan s'do të realizohet kur. Shumë shpejt, bile. O kështu, o ashtu. Në mbrojtë, zoti nga mbrojtësi. Zonjë, po pres përgjigjen tuaj ta dëgjoj. A do bëhemi miq? Kur? Do bëhemi. Kur? Do bëhemi. Nuk pranoj. Nën presionin e Hitlerit, kancelari I Austrisë Engelbert Dollfuss pranoi në vitin 1934 të ndalonte sulmet e shtypit austriak kundër Gjermanisë naziste. Më vonë, përpara se të pushtohej Austria, Hitleri organizon vrasjen e kancelarit të saj Dollfuss. Nazistët I vazhduan pa ndërprerje dhe me ngulën përpjekjet e tyre për të fituar simpati në shtetin austriak. Më 11 mars 1938, Hitleri hyri në Austri. Me këtë akt, filloi fushata e tij pushtuese në Evropë. Chicago s'kanar,
Vot Ciceros! Vot! Chef! Të gjithë janë prezent! Mirë se erdhët, tregtarë Zarzavatësh. Trusti Lule Lakrës ju përshëndet për themërsisht. Zoti Clark, keni fjallën. Kam për t'ju bërë një njoftim. Pas bisedime shumë javore dhe jo gjithë një të shtruara, e shikoni që po ju tregojmë të fshehtat e zanatit ton, firma lokale grossiste Betty Delphit pranoj të shkrihet me trustin ton. Kështu që juve që sot e tutje, do të furnizoheni me zarzavate nga trusti. Besoj e keni të qartë që përfitime do të keni. Sigurim i përsosur livrimi, çmimet e reja pak të ngritura, janë fiksuar që më parë. Zoja Delphit, ju uroj dhe ju përgëzoj si antare re e trustit ton. Dhe tani, do t'ju flas Arturui. Chicagojan dhe Cicerojan, miq, bashkëdhetar, më dëgjoni. Kur plaku do zboru, që ishte një burr i ndershëm, i ndrit shpirti atij ku ka rënë, më lut, përpara një viti me lot ndërsy, që të mbroja tregtinë e zarzavateve të Chicagos, unë, megjithse i mallëngjyer thellë, isha pak skeptik, sepse si isha i sigurt dhe do të mund ta justifikoja atë besim aq të madh. Por tani do zboruja na vdiq. Testamentin e tij mund ta lexojë çdo kush nga ju, po të doj. Si njeri i thjesht që ishte, ai më quan birin e vet, dhe më falenderon thellësisht i prekur për çdo gjë që kisha bërë, që nga ajo ditë që u përgjigja thirrjes së tij. Tregtia qoftë me zarzavate, lule lakër, barisht, qep, naft, akuta diun se çfarë, këtu në Chicago është mbrojtur sot më së miri. Dhe më lejohet të them, është mbrojtur në saj të veprimeve të mia, të vendosura dhe të meritave të mia. Dhe kur pastaj një njeri tjetër, Ignaz Delphiti, më bëri të njëjtin propozim konkretisht për Ciceron, unë dhash pëlqimin tim që ta mirë në mbrojtjen time edhe qytetin e Ciceros. Por, vetëm një kusht vura që në fillim. Do ta mirëja në mbrojtje, vetëm po që se këtë gjë do ta dëshironin tregtarët e zarzavateve. Duhet të më thërrisnin vetëm atëherë, në qoftë se do të vendosnin vullnetarisht. Njerëzit e mi i porosita që ta kishin vath në vesh. Asnjë shtrëngim të mos i bëhej Ciceros. Qyteti ruan të drejtën e plot për të më zgjedhur. Unë s'dua të dëgjoj fjalën dakord nga surretër të pikëlluar, dhe s'dua të dëgjoj fjalën mirëardhësh të shqiptuar me kërcëllime dhëmbësh. Pranimi me gjysmë zemre më nakato zorët e barkut. Ajo që kërkoj unë është një pohë e gëzueshme e burrave cicerojan. Dhe me që kërkoj këtë, dhe me që atë që kërkoj unë e kërkoj të plot, po ju pyes edhe njëherë juve njerëzit e Chicagos që më njihni më mirë e më vlerësoni e më doni vërtet. Kush është pro meje? Me qëra Allafi deshet ju them edhe diçka. Ai që s'është pro meje, ai është kundër meje. Dhe për këtë qëndrim do ta mbaj përgjegjësinë vet. Tani mund të votoni. Por, për para se të votoni, dëgjojeni dhe zonjën Delphit, që ju e njihni mirë, e që ishtë dhe ju shere e një miku aq të shtrejt. Miq, tani që miku i ju të gjithëve, bashkëshorë tim i dashur, Ignaz Delphit, nuk është më midis nesh. U pre, të paqe.
Dhe s'mund t'ju jetë më mbrojtës? Jo këshilloj, t'ja falni besimin tuaj Zotit tuaj. Ashtu si që veprova dhe unë, që kur arrita ta njoh edhe më mirë nga afër në këto kora kaq të vështira për mua. E tani, të kalojmë në zgjedhjet. Kush është prerë të ruin? Kush është prerë të ruin? Duart lartë. Me leje? Po? Me leje? Jam I lirë të largohem? Oh, po si, shumë I lirë, shumë të lirë, se I cili është I lirë të bëjë që dojë. Ju falenderit, ju falenderit. Tani e keni radhën ju. Kush është vullneti ju I lirë? Zgjedhjet morën fund që tregtarët e zarzavateve të Chicagos dhe të Ciceros të falenderojnë thellësisht të prekur dhe duke u dridhur nga gëzimi për mbrojtjen që po u jep. Falenderimet tuaja po I pranoj me gjithë zemër. Dhe jam shumë krenar kur unë si biri lagjës së varfër Bronx të New Yorkut erdha përpara një 4-15 vjetësh në këtë qytet dhe e fillova karrierën time si një papun I thjesht. Dëshira ime patundër patqen që t'i sillja paqë tregtisë së zarzavateve. Një grup I vogël ishim në atëherë, të gjithë njerëz të thjesht, por fanatik për të arritur këtë paqë. Kurse tani jemi shumë dhe paqja në tregtinë e zarzavateve të Chicagos nuk është më ëndër, por një vërtet lakurije. Dhe për ta siguruar të paqë, unë dash urdhër sot që të grumbullohen pavones, sa më shumë mitrologën dhe autoblindën, pa përmendur këtu këpuret dhe këpate dhe gomët, e tjera, se të për mbrojtje, nuk krasin vetëm Cicero edhe Chicagoja, por mbrojtje duan e qytetet e tjera, Washingtoni dhe Milwaukee, Detroit, Toledoja, Pittsburghu, Cincinnati, çdo qytet ku ka tregtisë zarzavatesh, Boston, Philadelphia, Baltimora, St. Louis, Little Rock, Minneapolis, Columbus, Charlestoni dhe New York. Gjitha këto qytete kërkojnë mbrojtje dhe ardhurojnë trim se ndërën dot as kisarje dhe as kiparkim. Duhet të ndihmoni. Duhet të dini dëshmitar. Tim shoqja ti në makinë më vranë. Dhe krahun tim më coptuan. Ata po na çfarosin. A thua se po fshin mizat nga gota e birrës. Ndihmonani. Ndihmonani pra. Tim shoqi gjor. Kriminela. Por unë e di kush është. Është ai. Arturo I. O ti fundrinë e fundrinave. O ti qelbësir, nga e cila vetë qelbësirës I vjen ndotë dhe kërkon ujë që të lahet. Ti morri morrave, ma I poshtri horrave. A dëgjuat? Është Arturo I. Është Arturo I. Arturo I! Është Arturo I me shok. Janë Arturo I-t. Kush do ta frenoj këtë koler?
Dhe ju mësuat se çdo të thot kur bën sehir njeriu. Nuk duhet lapur shumë, por duhet vepruar. Gjithë botën mend të qeverisi një mostër si ky surrat miu. Popujt ja shtypën kokën. Por kurse si nuk duhet harruar, se barku nga i doli ende nuk është shterpzuar.